Keni tension të lartë, një gotë nga kjo ul tensionin në gjak në kohë rekord, ja receta. Tensioni i lartë i gjakut është një problem shumë i përhapur shëndetësor. Nëse nuk trajtohet si duhet, hipertensioni mund të kthehet në një problem mjaft shqetësues, madje katastrofik për shëndetin. Ai mund të shkaktojë diabet, sëmundje kardiovaskulare, probleme me aftësinë e trurit dhe sëmundje të veshkave. Në këtë video do të mësoni si të ulni tensionin nëpërmjet disa hapave të thjeshtë, pijeve dhe ushqimeve të duhura, të cilat duhet t'i keni pjesë të dietave tuaja ditore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ndryshimet e vogla do të luajnë një rol të madh në uljen e tensionit të lartë të gjakut. Ulja e tensionit të lartë nuk kërkon ndryshime madhore në stilin e jetesës. Mjaftojnë hapa të vegjël për të arritur edhe misionin e rëndësishëm për shëndetin tuaj. Si fillim, humbisni peshën e tepërt. Deri më tani ekspertët thonë se rënja në peshë është hapi më efikas për uljen e tensionit të gjakut. Sipas ekspertëve, edhe humbja e 2 kilogramëve mund të ulë tensionin dhe ta mbajë atë në nivele normale. Lexoni etiketat dhe hiqni dorë nga konsumi i kripës. Kripa është një produkt më tinxar që gjendet në tryezat tona. Ushqimet industriale bëjnë që supermarketet të mbajnë ushqimet të mbushura me kripë. Sasia e rekomanduar ditore e kripës për njerëzit që vuajnë nga tensioni i lartë është jo më shumë se 1500 mg në ditë, por kjo është ekuivalente me një lugë çaji. Ekspertët rekomandojnë që kur blini ushqime të gatshme të supermarketeve, të lexoni me kujdes etiketën që zbulon sasinë e vërtetë që përmban kripa. Produktet më të kriposura janë ato të brumit, të picave, të prosciutave, sallamrave, sopat ose edhe paninat e gatshme, të cilat do të përmbajnë në nivele shumë të larta të kripës në përmbajtje të tyre. Lëvizni më shumë. Ekspertët rekomandojnë të kryeni të paktën gjysmë ore në ditë aktivitet fizik për 5 ditë me radhë. Zgjidhni aktivitetet e preferuara fizike dhe lëvizni më mirë për shëndetin tuaj. Është një mundësi për të rikthyer gjithashtu edhe tensionin në nivele vërtet të qëndrueshme. Ngritja e peshave të lehta vazhdimisht mund të jetë një mënyrë për të stabilizuar më mirë nivelet tuaja të hipertensionit. Ngritja e peshave të lehta është një aspekt i rëndësishëm i aktivitetit tuaj fizik. Gratë humbasin shumë masë muskulare me kalimin e moshës, ndaj ngritja e peshave është domosdoshme, por i mëkëmbjen e trupit të tyre dhe balancën më të mirë të shëndetit. Sigurohuni të ndiqni këto hapa në mënyrë që të keni një gjendje më të kontrolluar dhe të mbani të stabilizuar nivelin e presionit të lartë të gjakut. Kujdes me sasinë e alkoolit që shtoni në dietën tuaj. Pirja e tepërt e alkoolit mund të rrisë ndjeshëm tensionin e lartë të gjakut. Ndaj, ekspertët gjithmonë rekomandojnë të tregoni kujdes me sasinë e alkoolit që shtoni në dietën tuaj. Është një nga mënyrat e vetme për të balancuar shëndetin dhe për të evituar kështu edhe komplikacionet e tij. Evitoni stresin e tepërt gjatë ditës. Hormonet e stresit do të ngushtojnë enët e gjakut dhe do të rrisin gjithashtu tensionin e gjakut në shëndetin tuaj. Stresi i vazhdueshëm mund të nxjisë edhe të rrezikojë shëndetin kardiovaskular nga komplikacione të ndryshme. Këtu përfshihet ngrënia e tepërt, gjumi i pakët, përdorimi i tepërt i substancave të alkoolit dhe të tjera, të cilat ndikojnë në përkeçimin e situatave tuaja shëndetësore dhe krijimin e komplikacioneve të tilla. Kjo është një arsye pse duhet të tregoheni të kujdesshëm edhe me stresin në përditshmërinë tuaj, pasi është një faktor ndikues në përkeçimin e problemeve të hipertensionit. Hipertensioni konsiderohet si një nga sëmundjet kronike më të zakonshme, që prek miliona njerëz në mbar botën, duke rritur kështu rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe goditjeve në tru. Edhe pse një dietë e shëndetshme dhe ushtrimet fizike janë thelbësore për menaxhimin e presionit të gjakut, ekzistojnë edhe pije të caktuara që sipas kërkimeve shkencore mund të kontribuojnë në rritjen e niveleve të papritura të hipertensionit në trupin tuaj dhe krijimin e gjithashtu të problemeve të tilla. Aleatet më të mira për presionin e gjakut janë edhe produktet e çajit. Çaji i jeshil ose ai i zi janë të pasur me polifenole, të cilat sipas ullumtimeve duket se kanë efekte të moderuara në uljen e tensionit të gjakut. Arsyeja është veprimi antioksidues
edhe elementëve të pijeve, të cilat kontribuojnë në rregullimin e tensionit të gjakut. Çaji i jeshil madje duket se ka edhe më shumë efekte pozitive. Megjithatë, ekspertët rekomandojnë të tregoni më shumë kujdes ndaj konsumit të tepërt, për shkak të kafeinës që përmban. Sidoqoftë, gjëja më e kujdesshme është të diskutoni edhe me udhëzimet e mjekut për të përcaktuar nga afër mënyrën e duhur për të përmirësuar shëndetin dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e tij. Lëngu i shegës është një mundësi shumë e mirë ushqyese për persona të cilët të vuajnë gjithashtu nga problemet e hipertensionit. Lëngu i shegës është i pasur me antioksidant, këto është shumë të rëndësishme për menaxhimin e shëndetit dhe zvogëlimin e problemeve të hipertensionit, të cilat mund të funksionojnë më mirë në shëndetin tuaj vaskular, duke zvogëluar kështu stresin oksidativ. Lëngu i rrushit të zi mund të jetë një përzgjedhje shumë e rëndësishme ushqyese në situatat tuaja praktike. Është gjithashtu i pasur me polifenole dhe sipas ulëntimeve ka efekte pozitive në uljen e presionit të lartë të gjakut, kryesisht përmes vetive të tij antioksiduese. Përfitimet e tij janë më pak të theksuara krahasuar me lëngjit e tjera, por prapse konsiderohen si pije mjaft të dobishme që mund të përdoren në vazhdimsi të dietave tuaja ditore. Në dietën tuaj gjithashtu mund të shtoni edhe produktet e qumshtit. Qumshti pa yndyr është një burim shumë i mirë i kalciumit dhe proteinave. Lëndë ushqyese këtohet që sipas studimeve sigurojnë edhe një rregullim të niveleve tuaja të presionit të gjakut. Sipas studimeve lidhur me konsumin e produkteve të qumshtit me pak yndyr, do ta keni presionin nën kontrollin e duhur. Uji është pija më e mirë ushqyese që mund të shtoni në përditshmërinë tuaj. Edhe pse pijet e mësipërme konsiderohen si aleate të rëndësishme në uljen e hipertensionit, ekspertët theksojnë se uji mbetet gjithmonë një zgjidhje e mirë për hidratim, për përfitime të shumta në shëndetin tonë. Hidratimi gjithashtu është thelbësor për shëndetin e zemrës dhe përrjedhoi edhe menaxhimin dhe qetësimin e hipertensionit. Hidratimi nuk ka pse të jetë ndërlikues. Provoni të përfshini ujin natyral në dietën tuaj, të kombinuar me lëng limoni ose me zarzavate të ndryshme për të rritur përfitime dhe për të parandaluar kështu komplikacionet që i kanosen në mënyrë të pakontrolluar shëndetit tuaj. Nëse jeni një person që vuani nga hipertensioni, kujdesuni që të shtoni produktet e duhura ushqyese. Perimet me gjethe jeshile janë një përzgjedhje shumë e mirë për rastin tuaj specifik. Kriparit vëllimin e gjakut dhe presionin e arterjet tuaja, të cilat bëjnë presionin e gjakut të rritet pa kontroll. Pasurojeni pjatën tuaj me zarzavate me gjethe si spinaçi, brokoli, lakra jeshile për të rritur sasinë e kaliumit. Ky mineral ndihmon në largimin e natriumit nga trupi juaj përmes urinimit dhe relakson muret e enëve të gjakut. Sasia e rekomanduar ditore është të paktën 3 deri në 6 filxhan në ditë. Frutat e pyllit gjithashtu janë një ndihmë shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj specifik dhe mund të ndihmojnë edhe në balancimin e niveleve të duhura të shëndetit. Pigmentet që japin ngjyrë boronicave, luleshtrydheve dhe manaferave gjithashtu sjellin edhe përfitime të mira në enët e gjakut. Antiocianina, përbërësi natyral kryesor, ndihmon muret e arterjeve të bëhen më gjatë fleksible për të ulur presionin e gjakut dhe për të përmirësuar kështu shëndetin e zemrës. 2 deri në 3 filxhan fruta në ditë mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastet tuaja specifike dhe menaxhimin më të mirë kundër problemeve të hipertensionit. Kosi është një produkt natyral, i cili nëse përgatitet vetë në kushte shtëpie, do të përkthehet në bazën fantastike ushqyese në menaxhimin e këtyre komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së organizmit. Kaliumi është element i kyç që gjendet te kosi dhe do të normalizojë kështu presionin tuaj të gjakut dhe ndihmon enët e gjakut të relaksohen më mirë dhe të menaxhojnë më mirë situatat tuaja konkrete. Ekspertët citojnë se edhe peshku i yndyrshëm mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj specifik dhe në menaxhimin më të mirë të këtyre komplikacioneve. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.